Është ndaluar një shtetas armen për kalim ilegal në Vërmicë, është zbuluar sasia e parave dhe barnave të dyshimta. Policia e Kosovës ka arrestuar një shtetas të Armenisë për kalim ilegal të kufirit. Sipas njoftimit të zyrtar të policisë së Kosovës, mësohet se afër pikës së kalimit kufitar Vërmicë, një këmbësor është ndalur për legjitimitim. Pas verifikimeve u konstatua se personi i lindur në vitin 1984 me inicialet MZ kishte hyrë ilegalisht në Kosovë nga territori i Shqipërisë pa vizë të nevojshme dhe duke shmangur kalimin nëpër pikat e kalimit kufitar. Në momentin e ndalimit janë gjetur disa lloje barnash dhe një shumë e konsiderueshme parash, rreth 2740 euro dhe monedha të huaja, përfshirë rubla ruse, pound sirian, libra libaneze dhe dollar amerikan. Policia e Kosovës ka arrestuar personin, ndërsa ka vazhduar me procedurat hetimore. Pas intervistimit dhe në përputhje me aktvendimin e prokurorit, ai është dërguar në mbajtje për 48 orë për hetime të mëtejshme, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë së Kosovës.